Luis Hasa është futbollisti i ri i Frozinones. Është vetë klubi Lazial që ka njoftuar afrimin e mesfushorit të Shqipërisë përmes postimi në rrjetin social në Facebook. 22 vjeçari ka firmosur një kontratë 4 vjeçare me skuadrën e tij të re, ndërsa vetë Frosinone e ka siguruar me të drejta të plota kartonin e tij, duke ja marrë përfundimisht Napolit, ekip me të cilin fitoi një titull në sezonin 2024-25. Një këpërcim i rëndësishëm ky për një prej talenteve më premtues, si në kampionatin italian të Serie A, ashtu edhe për Shqipërinë, ku Hasa bëri debutimin pikërisht përballë Izraelit në miqësoren e humbur në qershor, në drejtimin e trajnerit Rolando Maran. Ernest Muçi mund të largohet nga Trabzonspor. Sipas mediumit Epirot Report, Aston Villa ka kërkuar informacion të detajuar për 25 vjeçarin, që gjithashtu është pjesë e kombëtares shqiptare. I njëjti burim raporton se marrëveshja mes palëve do të mbyllej me 25 deri në 30 milion euro. Theksohet se si fillim, operacioni mund të nisë me një huazim, ndërsa në fund të sezonit që po vjen, klubi Premier League të ketë të drejtën e bjerjes. Ky lajm ka marrë dhe në Turqi, duke parë interesimin nga Villa Park si mjaft serioz. Kujtojmë se mesfushori me tipare sulmuese ka kontratë me klubin nga Trabzoni deri në verën e vitit 2029 me opsion rinovimi për një tjetër vit. Sulmuesi Fiorin Durmishaj bëri buj disa vite më parë, teksa vendosi të refuzonte të vishte fanellën e Shqipërisë, duke vendosur të përfaqësonte Greqinë. Karriera e tij në dukje premtuese mori një rënje të lirë pas këtij vendimi, teksa së fundmi 29 vjeçari është transferuar te skuadra serbe e Çukariçkit, duke u bërë kështu ndër të paktët futbollistë me origjinë shqiptare që luan në kampionatin serb. Gjatë karrierës së tij, Durmishaj ka qenë pjesë e skuadrave të rëndësishme greke si Olympiakos, Aris, Panionios, Ofi Kretës, teksa sezonin e kaluar ishte pjesë e Iraklis. Ai gjithashtu ka luajtur edhe në kampionatin Shqipriot dhe atë belg, teksa numëron 9 ndeshje me kombëtaren U21 të Shqipërisë, si dhe një gol të shënuar. Yasir Hasani do të rikthehet tek Esteghlal. Panorama Sport mëson ekskluzivisht se palët kanë arritur marrëveshjen që Hasani të luajë sërish në Iran. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Rej Manaj pritet të ketë një rol të rëndësishëm në Sivasspor në sezonin e ri, teksa trajneri i skuadrës turke Ismet Tashdemir ka shprehur pritshmëri të larta për sulmuesin shqiptar. Tekniku i Sivassporit, duke folur për situatën e ekipit para nisjes së sezonit të ri, u ndal edhe te Manaj, duke theksuar rëndësinë e rikthimit të tij në formën më të mirë pas problemeve fizike që e penguan gjatë edicionit të kaluar. Rej Manaj është një lojtar shumë i rëndësishëm. Edhe unë, si të gjithë, kam pritshmëri të mëdha nga ai, deklaroi Tashdemir. Trajneri turk kujtoi se mungesa e sulmuesit shqiptar në disa ndeshje të sezonit të kaluar ndikoi te rezultatet e skuadrës. Nëse do të kishim fituar edhe vetëm një nga ndeshjet ku Rej Manaj mungoi për shkak të dëmtimit, ndoshta mund të kishim arritur në finalen e play-offit, u shpreh ai. Manaj, i cili është një nga pikat kryesore të sulmit të Sivassporit, shihet si një nga lojtarët mbi të cilët klubi turk mbështet ambicjet e tij për sezonin e ri. Tashdemir theksoi se rikthimi i tij i plot fizik do të jetë një faktor i rëndësishëm për objektivat e skuadrës. Është e rëndësishme që Rej Manaj të jetë me ne i shëndetshëm. Shpresojmë që së bashku me të dhe lojtarët e tjerë ta përballojmë sezonin në mënyrën më të mirë, përfundoi trajneri i Sivassporit. E ardhmja e Kristian Aslanit te Interi vazhdon të jetë në pikpyetje. Mesfushori i kombëtares shqiptare mbetet një nga emrat që mund të largohet nga skuadra zikaltër gjatë kësaj merkatoje, ndërsa drejtuesit e klubit po shqyrtojnë mundësitë për një transferim të mundshëm. Pavarësisht të zërave për largimin, trajneri Kristian Kivu i dha minuta shqiptarit në miqësoren e parë të fazës përgatitore, ku Interi fitoi me rezultatin e thellë 16-0 ndaj skuadrës gjermane SV Assen. Ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte pozicioni i Aslanit në fushë. Ndryshe nga roli i tij natyral në mesfush, tekniku rumun e aktivizoi si qendërmbrojtës në pjesën e parë të ndeshjes, duke testuar aftësinë e tij për të ndërtuar lojën nga prapavia. Sipas mediave italiane, bëhet fjalë për një provë taktike të Kivus.
i cili kërkon që mbrojtësit e tij të kenë cilësi në qarkullimin e topit. Megjithatë, ky eksperiment nuk konsiderohet si një sinjal se Aslani do të ketë një rol të ri në skuadër. Raportimet në Itali vijojnë të theksojnë se mesfushori shqiptar mbetet në listën e lojtarëve që mund të largohen para mbylljes së merkatos, ndërsa Sassuolo është opsion. Interi synon të gjejë një zgjidhje përfundimtare për kartonin e tij, ndërsa interesi nga klube të tjera nuk mungon. Për momentin, Aslani vijon të stërvitet me grupin dhe po shfrytëzon fazën përgatitore për të bindur Kivon, ndërsa e ardhmja e tij pritet të qartësohet në javët e ardhshme. Renditja e re e FIFA-s ka sjellë disa ndryshime në klasifikimin e kombëtarëve pas rezultateve të fundit në arenën ndërkombëtare. Shqipëria ka pësuar një rënje të lehtë, duke humbur një pozicion dhe duke u renditur tashmë në vendin e 67 në botë. Kuqezint janë kaluar në klasifikim nga Kepi Gjelbër dhe Ghana, duke zbritur me një shkallë në listën e FIFA-s. Ndryshe paraqitet situata për Kosovën. Dardanët nuk kanë pësuar asnjë ndryshim në renditje dhe vazhdojnë të mbajnë vendin e 78 në klasifikimin botëror. Në krye të renditjes ka ndryshuar lideri. Spanja është ngjitur në vendin e parë pas triumfit në Kupën e Botës 2026, duke kaluar Argjentinën, e cila tashmë renditet e dyta. Pozicionet pas tyre plotësohen nga Franca dhe Anglia, dy skuadrat e tjera që arritën fazat e fundit të turneut. Përfaqësuesit shqiptare dhe kosovare do të synojnë përmirësimin e pozicioneve të tyre në vazhdim, përmes rezultateve pozitive në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare, duke nisur nga shtatori në Ligën e Kombeve, ku natyrisht synohet vendi i parë në grupet respektive dhe të tentohet Europiani nëpërmjet këtij kompeticioni.